3, do të thëmë, edhe apet kthehen pa dokumente, do të thëmë. Përpara u Pra, gjatë tërë kohës është vetëm ky person i cili angazhohet. Kjo është kryesori për që këtë punë. Alban Shabani edhe Marian Petrovici. Këta dy janë kriminalet numër 1. Sepse Regjiana ka vënë disa pamje këtu, cilat sigurisht i keni dërguar ju, është ky personi për cilin që ky është Marian Petrovici, shifse si e dhunon një fëmijë, kjo është tentim vrasje, edhe kur su përgjegj për këtë rast. Kjo benzinska punë paneza, që ky polet shka po shkon shtash që ky, shtë është i ndjerë, është ka vdekën para një 3 mujve. Ta kthejmë dhe njerë, Regjia, nga fillimi, që të shohim Do të shifni pak se si sillet me këta fëmijë janë 13-14 vjetë si kanë. Dhe fëmijët janë shqiptarë. Shqiptarë janë, po. Po, mund t'i komentosh për deri. Shif, si sillet ki, pa kapel në kry, pa kur gjo, shif Shabon ki me shqiptarë. Shabu do t'ema shumë me vullën. Kjo është një kriminali pa pomë. Shif se përmledh me ikën. Janë marrë ndonjëherë masa, ndaj të njëjtë? Hiç kur kush. Kur së marrë masa, na kemi shku në Beograd. Ja kemi quen Voqiqit, ja kemi quen Daqiqit, ja kemi quen A1-shit televizionit, ja kemi quen në një televizion tjetërit, asë përgjegjës në kanë këthy për këtë punë. Ky vozit, ka kjerët e veta, i me do kjera, pa tabela heq, tabela s'kan heq, dhe pim Preshev në vraj shkon pa tabela. Na kemi inqizime, kemi fakte, dhe ato par djetë rasti fundit. Pra i njëjti është i njohur për policinë, për organet atje, me gjithatë nuk pengohet. I njëjti është i njohur atje për organet, për... Jo për organet. Për këtë qytetarët e Preshevës, do të thamë, krejt e dinë se kjo merë pare, krejt e dinë se kjo është kriminal, ka rejtë gjenë në rrugë, pa pikë fajet, ka rejtë qytetarin në midis rrugës. Unë drejt për drejt kam edhe inqizim që to, kum shku aty për një rast, u lajmërundo se për na maltretojnë edhe kum shkuën aty, ky ka qëllu në mrendat kuipën pas këtë letrinftimet dhe unë jam ndalën, do të thëmë, më një karikë dhe për do qytetarë si po kalon, atë jam ata nuk e dishin se une shfar postin baj. Se unë jam i autorizum për verifikim në to vende, a kjo është ndalume me hien me uniforma të policisë në administrat, ku ipën pasaportët apo dokumentet elementare për njerëzit, dhe une ndërkohë e kom bo një foto atina, edhe mu më ka drejtu në nemën, që anë e tha, më së më bo në foto, dhe këmë shku taj, thash, të lutë në është largo për i tuj, thash se qytetarët për tutën për ty, edhe kanë qaftim më konë këtu, thash se ti e i korruptum, edhe për ju merë pare qytetarë, unë për shofë se pishtit njerëzit pa rendë. Qa kanë tërmen, që kanë pas tërmen, që kanë pagu sa kanë pagujt, ata rrinë edhe në koshi njerëzit, edhe për më thotë më krytha me ty puna, edhe ndërko one edhe im konë të dalë për jashta, s'kom pas konflikt me to, edhe pi për masë më ka ardhen, edhe më ka thirë mund, isha konë to qelderën se ato si isha ditë une, po pash në kamerë, se kamerë më ka roka aty. Isha konë to qelderën, edhe më thotë muë, qani, edhe thotë, sërbesht, dilë për jashta, shpejt për jashta, dhe me, su kur do një qeni qupë, kur i thu qup. Pra këtë qasje ka gjithmonë me shqiptarët, vish me shqiptarët. Pozite mbajnë. Jo vetëm me qytetarët e thjesht, por edhe ata të cilët mbajnë pozite atje. Edhe ky është atë shumë ju ka shtit tut policëve shqiptarë aty, shapunojnë aty, që ata ke gjinën keq me neve shqiptarët. S'ka kur far kulture. Shkojmë në vraj, bëjmë bo ankesa, shkojmë mu taku me të vrajës ma të lartë, që organ ma i lartë. Aty ku shkojsh, mu vjen, i kumë thonë, po vjen i nati, kur po vite jo, ka shumë kulturë, e të nam Preshev, është kur shkonë më një ku i presin kafsht, që i pritët me a hek qafën, që ashtu nga presin neve në Preshev, do të thëmi kemi këtu me emra gjëso, këtu shka i një mojta, këtu kemi policin i lirë, kur tishi nga fshati Rajinës, shka unë këmë shku me lejmru rastin e Marian Petrovicit, se kë u sjell keq ndaj me jem ka për zonën e musë më kalon me ndejt aty me për verifikim, Ky ka thonën se nuk mujtësh me dhënë deklarat. Lesës mujtësh me dhënë deklarat, po i ka thirë policit tjetër, mi kanë lidhë durë të më kanë qumë muë në gjykat
për me mdenu, që se unë e kom prish rendi dhe qetësin. Po. Kur kemi shku aty, ata nuk e kanë bo, menë se unë e kom inqizim, se këtë kohë unë në inqizoj. Do të thëmë, si him polici, këtë është para inqizimit, dhe unë do të thëmë i kara Londa, këti Marian Petrovicit, apo në përmes këtina. Se kë e ka bon pa di ndaj Mariona, më këto ka shti. Me gjitha ankesat që i keni bërë, jeni në dini nëse ka njësur ndo njëtim, dajti njëtit, po flasim edhe për personë që komentuam. Dere sot jo. E ki Alban Shavani është kërësor përmendet edhe më herët, për shatregova për pasivizimin e adresave. Po mirë, ndoshta pak... Këti këto polici. Po, ndoshta edhe për emrat e tjerë... I dhe i kumë përmenë, thosha janë të se...